Kështu që kjo është bërë një rutinë kjo lloj proteste. Mendoj që një nga arsyet që bën këto dhe kanë një lloj efekti është se ne gjithmonë presim nga ndërkombëtarët na shikojnë dhe ndërkombëtarët nuk do shohin në një ngrevurie, me thënë drejtën aty, ose edhe po qenë disa këto bëjnë më shumë efekt se janë gazetare bëjnë këto. Dhe tek e fundit në këtë aspekt, siç e tha dhe Eli, kanë një lloj funksioni dhe efekti, por për fat keq në historinë tonë, ata që kanë bërë arbitrin kur janë krijuar situata të tilla që edhe me gërmushje edhe me kështu që duket sikur po destabilizohet Shqipëria, kanë qenë ndërkombëtarët që kanë dashur, kanë zgjidhur edhe konflikte midis opozitës dhe maxhorancës.